Kryeministri Hristian Mickovski ka konfirmuar se po zhvillohet një hetim në të cilin është përfshirë edhe ish-drejtori i administratës doganore dhe ish-kryetari i komunës së Karposhit nga LSDM, Stefan Bogoev. Dhe sipas Mickovskit, në aksion janë përfshirë edhe disa punonjës të administratës doganore dhe një ndërmjetës, përkatësisht një person që ka qenë shumë i afërt me pushtetin e kaluar dhe që sipas kryeministrit shpesh ka mundësuar ose lehtësuar veprime të kundërligjshme. Mickovski, duke i referuar informacioneve që posedon, ai tha se aksioni do të zgjerohet edhe më tej. Përveç kësaj, disa institucione në periudhën e ardhshme do të ndërmarrin aksione të ngjashme lidhur me parregullsi nga e kaluara, të cilat janë të përfshira në raportet e auditimit dhe paraqesin indicie për keqpërdërim të detyrës së zyrtare. Mickovski ka theksuar se e gjithë kjo është në nivel hetimi dhe se ai beson në prezumimin e pafajësisë, duke shtuar se secili ka mundësinë dhe të drejtën ta dëshmojë pafajësinë e vet. Ditën e djeshme u bë e ditur se në një aksion të drejtorisë së policisë financiare dhe të prokurorisë themelore publike për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit janë ndalur disa persona në ndyshimin për korrupsion.